Propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i miratuar në qeveri dhe i vendosur sot para deputetëve vazhdon të përplas partitë e bllokut shqiptar. Edhe sot kur kryeparlamentarit të njëjtin ligj e lexoi para deputetëve në seancë plenare, ishte opozita ajo që kërkoi që pika në fjalë të hiqet nga rendi i ditës, sepse është ligj i paplot dhe nuk ofron zgjidhje reale të problemit. Ilir Hasani nga Bashkimi Demokratik për Integrim deklaroi se është fatkeqësi që ligji është përgatitur nga një parti shqiptare pjesë e pushtetit dhe nga një zëvendës kryeministër i dorëhequr e i cili po shpërblehet me pozitë ekskluzive në Bruksel. Ky ligj është po sillet si një flusk e zbrazët, si një ligj pa kokër përmbajtje për të mbrojtur disa gjëra të cilët janë përmbajtësore substanciale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, respektivisht përfaqësimin e drejtë në institucionet tona. Edhe mendoj për momentin, ashtu si e kam pa, ky ligj është një flusk bore, një cop letër e zbrazët dhe pa përmbajtje. Të ju lutem vlenit të mos e duroni këtë përbuzje të cilën janë të ja u bë çdo moment vëmëroja në qeveri dhe kryeministri njashtu që çdo ditë po i shohim skandalet njëra mbas tjetrës dhe ju nuk po guxoni në asnjë mënyrë të reagoni. Deputeti tjetër opozitar Halil Snopçe kërkoi nga Afrimgashi dhe deputetët e tjerë që nga rendi i ditës të hiqet ligji kundër lojrave të fatit, sepse siç tha, është i ngjashëm me ligjin e përgatitur nga Artan Grupi, e të cilin pushteti i sotëm e kritikonte kur ishte në opozitë. Gati se nuk ka asnjë dallim ky propozim ligj me propozim ligjin që u dha në mandatin e kaluar dhe të cilën ne emërtuam si ligji i Artan Grupit, të cilin e kundërshtuam shumë keq, shumë ashpër. Dhe pikërisht kjo shumicë parlamentare kundërshtoi, po edhe unë e kam kundërshtuar. Dhe nuk ka logjik tash të njëjtën ligj të Artan Grupit ta kalojmë në këtë përbërje parlamentare. Pra kjo thjesht është një oksimoron. Është një oksimoron dhe nuk shkon. Pra kur Artan Grupi ishte në pushtet, ne e kundërshtuam fuqishëm ligjin, e bllokuam, nuk e përkraham, e tani kur Artan Grupi është në arrest shtëpiak, pra kur nuk merret as pak me politikë, ndoshta e kalojmë të njëjtin. Edhe pse ishin të zëshëm dhe kërkuan tërheqjen e pikave nga rendi i ditës, kërkesat e Hasanit dhe Snopçes nuk u morën parasysh dhe deputetët e shumicës nuk votuan fare as për as kundër, duke injoruar kërkesat e opozitarëve.